Forcimi i shtetit të së drejtës në Shqipëri është investimi më i sigurt për stabilitetin dhe prosperitetin e vendit dhe të rajonet në tërësi. Jam thellësisht i bindur se fuqia shndërruese, transformuese e projektit evropian ka kapacitetin për të arritur këtë qëllim dhe duhet të theksoj karakterin e bazuar tek merita të procesit të intarsimit. Ne kemi një metodologji të qartë dhe nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt antarësimit as shmangje të kritereve. Dhe një pjesë e rëndësishme e punës sime këtu në Shqipëri si ambasador i BE-s është që të sigurohem që vendi mbetet i fokusuar në përmbushjen e të gjitha standardeve të kërkuara nga BE-ja për të bërë pjesë e grupit ton, pra një objektiv që Shqipëria ka marrë përsipër për të arritur me vendosmëri dhe angazhim dhe brenda një afati shumë ambicioz. Megjithatë, sfida nuk është vetëm ruajtja e një ritmi të qëndrueshëm në miratimin e reformave të nevojshme, por edhe të garantosh cilësinë, zbatimin e dur dhe qëndrueshmërinë e këtyre reformave. Dhe për këtë, ato duhet të vinë si rezultati një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Siç e kam thënë shumë herë, zgjerimi është një projekt i të gjithë shoqërisë dhe të gjithë, qeveria, opozita, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe qytetarët e thjeshtë kanë rolin e tyre për të luajtur.